Por Marta ishte krejt e zen nga punët e shumta. Ndërkohë që fokusi që tani motra e saj la çdo gjë, nuk e vë re vlla motër, e vë re. Që motra Miriam la çdo gjë dhe ul, sepse kishte një prioritet ajo në zemrën e saj. Ndërkohë kjo ishte ajo e njëjta motër mësandaj që thyen atë parfumin dhe përgatiste mësandaj trupin e Mesias nga ana figurative, në atë parfumin e mirë që mësandaj i lau apo i pastroi këmbët dhe në këtë rast i fshiu pasaj atë këmbët e tij, thot me flokët e saj, domethënë, që kishte një kuptim kaq të thellë në atë përgatitjen apo në vajtimin që ajo po bente, sepse ishte e njëjta ajo që mësandaj Mesia kishte çliruar disa kohë më përpara. Do ta shikojmë. Por Marta ishte zënë krejt nga punët e shumta dhe harrovi kush erdhi, kush është prioriteti, harrovi mysafirin brenda. Dhe ne mund të aftojmë si mysafir atin Jahuen dhe birin e tij në familjet tona, në zemrat tona, duke ndaluar së shkelu ligjin e tij dhe besuar tek Mesia Jeshua i vërtetë, sepse po të zbatosh urdhrimet e atij ligjit, e di që ke Mesian e vërtetë. Por neve nuk duam ligjin dhe mësandaj zgjedhim neve kë Krisht kemi, ke Krishtët e Jovajt, po ai ishte arkangjulli thonë, ke mësandaj Krishtët e ditës së shtatë, ka plot gjëra që do t'i flasim, ke katolik ortodoksë, mësandaj ka plot Krishtër. Ke mësandaj mormonët të thonë që do kesh një planet mësandaj më vete dhe do jesh diku, ndërkohë fjala planet do thotë janë engjëjt e ndacak që ishin gjëra demonike që janë vendosur nga shoqëritë sekrete që do t'i adresojmë së shpejti këtë javë. NASA do thotë mashtrim diçka e këtillë. Nëse Zot i tha Marta, që ishte për momentin nuk po shikonte ku ishte prioriteti i saj apo i tij, Zota nuk të intereson që i me motër më la vetëm të shërbej, por ne do t'i shërbejmë atit Jahue dhe të zbatojmë urdhrimet e tija. Jashua i përgjigj, Martë, ti po shqetësohesh dhe kujdesesh për shumë gjëra në të njëjtën kohë. Vlla motër, mos u ngarko me të njëjtat gjëra në të njëjtën kohë, sepse nuk do t'i zgjidhësh ti dhe unë kur jemi të shtrirë apo të ngarkuar me çdo gjë që ti do ta bësh me patjetër në atë moment, në atë muaj apo në atë sezon. Zgjidh prioritetet, bëj planet tënde, planin për muajin, bëj planin për afatgjatë, për shumë gjëra që ke në zemër dhe masandaj shiko të zbatosh urdhrimet, ato 5 gjërat e nevojshme që vllai tha më pak më përpara, sabatin, masandaj ngrënien pastër, thekët, dhenjen në shtëpinë e tij dhe masandaj ke cila ishte se s'po më vjen në mendje, sabati thekët, ngrënia pastër, dhenja dhe mbulesa në kokë, po. Pastaj të tjera ti mëson çdo mësim apo sabat që është i detyrueshëm, që ati na kërkon të mblidhemi të veçojmë atë ditë për lavditë të tija, sepse është festa e parë që ati thotë dhe kemi çdo fundjavë. Por një gjë është e nevojshme dhe Miriam zgjodhi pjesën më të mirë dhe asaj nuk do t'i hiqet. Zgjodhi pjesën më të mirë që ishte për të dëgjuar Mesian Jeshuan. Dhe na tha Mesia Jeshua që ne do ta dëgjojmë ligjin, fjalën, urdhrimet e atit dhe kështu po i vëmë praktikë, ai do të na ringjalli. Por sot e heq besimin nga praktika dhe njerëzit nuk fokusohen në praktika që shpreh besimin tonë, po fokusohen në besimin intelektual që është pa praktikën e aty urdhrimeve që masandaj kur praktikon urdhrimet e atit Jahue je pa mëkat. Po nderon atin nderon ty, nderon familjen tënde, hap rrugët, të bekon, të fuqizon, të mirë pajis për lajmin e mirë të mbretërisë që ti duhet ta kesh në jetën tënde. Ti je vendosur për të qenë drita, për të shpërndar lajmin e mirë të mbretërisë dhe urdhrimet e atit, aty ku je në familjen tënde apo në ambientin tënd, në vendin ku je. Po thuaj, kur ishte era fundit që ndave lajmin e mirë të mbretërisë, që u afrove dikujt dhe the ndalo së shkelu ligjin e atit dhe beso tek Mesia Jeshua për atë mbretërinë që po vjen. Nuk po e them që ti do ta thua siç ata shumë, por për të kuptuar masandaj që
të afrohesh për të thënë një personi që kemi shkelur ligjin e Atit dhe beso tek Mesia Jeshua që pra të mbretërinë që po vjen, dhe kështu ti mirëpaisesh në këtë mësim, mund të mirëpaisesh me fletët e ungjillizimit që vllai i ka, mund t'i printosh, unë i kam, e kemi edhe këtu në shërbesën tonë, do sjell shumë prej tyre. Okej, vazhdojmë mëtej. Tani, me para Korintasve 6, le ta prekim pak teja. Apostulli Shaul thotë, a guxon ndonjë nga ju, kur ka ndonjë çështje kundra një tjetrit, të gjykohet përpara të padrejtëve dhe jo përpara shenjtorëve? Dhe këtu po fliste që kur ka një mosmarrveshje thotë midis jush, të mos shkosh tek të padrejtët për të marrë këshillën, thotë, që ata të gjykojnë çështjen tënde, thotë. Kur ka diçka mësandaj dhe thotë vetë dhe ligji për të rirë 17 apo vetë Psalmi 1, do të shkosh thotë në drejtuesi që janë vendosur atje në atë kohë për të mësuar ligjin e Atit, dhe këtu ti merr këshillën e të drejtëve dhe mediton tek ligji i tij ditë e natë, dhe kështu nuk merr këshillën e të pabesëve, të padrejtëve. Sepse ajo gjë do të ndodhi që ti të marrësh këshillën ku? Në kishë, thotë, që me anë të ligjit të tij. A nuk e dini se ju, thotë, shenjtorët ju do gjykoni botën? Të veçuarit që kanë ndaluar së shkelur ligjin e Atit dhe besuar tek Mesia Jeshua do ringjallen për të gjykuar botën. Shikohet çfarë ka fjalën këtu. Ka fjalën për 1000 vjeçarin, vëlla motër. Të gjykojnë botën. Sepse do japi autoritet mbi, thotë vetë Mesia, që mbi qytete dhe mbi kombe mbas ringjalljes, dhe disa që kanë autoritet mbi disa qytete apo mbi disa shtete, dhe ta të veçuar mbas ringjalljes do të gjykojnë me çfarë? Me anë të ligjit. Të gjykon të mirën apo të keqen. Kur e shkel është një gjë e keqe. Kur e zbaton është një gjë e mirë. Dhe nëse bota do të dhe nëse bota do të gjykohet nga ju, a thua se nuk jeni të zotë të gjykoni gjërat më të vogla tani, thot apostulli kishës në Korint, në Greqi atëre? Thot, ju tashmë do të kishin ligjin e Atit Jahve për të gjykuar çështjet përpara shenjtorëve, që mësandaj nëse ka ndonjë çështje kundra njëri tjetrit, do gjykohet, thot. Ja ta sillim atë varg në ligjin për të rirës 17, që Ati Jahve që ka vendosur të përjetshëm, ti mund ta kuptosh dhe vetë. Kur Ati thot diçka të përjetshme, ka folur që të jetë pjesë e jetës tonë, dhe zyrat e Efezianëve 4:11 nuk kanë marrë diçka kundra, sepse duhet të meditojnë tek ligji i tij ditën e natë, dhe në para Timoteut 4:13 thotë, të meditojmë në leximin, të kushtojmë vëmendje leximit të shkrimit, të ligjit, që na bin, që na ndrej, që na mirëpais. Dhe atë thotë, jo nuk qenë ka kjo, ja më falë. Ajo ishte puna për mbretën, po tha se ishte e njëjti material. Ja ta shikojmë së bashku punën e ligjit të për të rirë. Shtatëmbëdhjetë. Okej. Që në vargu 8 deri në deri në 13, mos andaj e asimilojmë pak avash avash, por të marrim ato gjërat kyçe që na duhen. Jemi këtu, okej, këtu jemi atëre. Ja ku kemi. Ligjin e për të rirë 17 thotë që në rast se paraqitet një rast shumë i vështirë për të gjykuar. Shikoj tash, një rast i vështirë për të gjykuar. Ja, këtë po heqem se nuk ishte në kontekstin duhur. Tash ishte një çështje që kërkonte gjykim.
të gjykohet, apo jo, të gjykohet. Dhe kur kemi një rast shumë të vështirë për të gjykuar, siç pa pak më përpara, midis vrasë, thot apo midis një padinje tjetër, midis një plagosje një tjetër, grindja brenda portave të shtëpisë sate, të gjitha këto çështjet që janë të vështira, po dhe ato të tjerat, atëre ti thot do të çohesh, do të shkosh në vendin që Jahwe Elohimi tënd ka zgjedhur, dhe ti do ta zgjedhësh, jo në protestantizmin, sepse nuk të mëson ligjin e Atit, protestantizmi, të mëson palishmërinë. Dhe ti duke qëndruar vetë nuk mëson, sepse mund të më dëgjosh vllajin për momentin në mësimet edhe unë do qëndroj vetëm. Sepse Ati do që ti të jesh pjesë e miqësisë në Hebrejnë 10, jo për të patur zakone që mas andaj harrojmë së mbledhjen tonë së bashku. Okej, do të çohesh, thot, kur ke diçka që nuk e zgjidh dot, një çështje ku të ndodh në familjen në tende apo në personin tënd, thot, në jetën tënde, ti do të çohesh dhe do të takohesh me priftërinë të Levitik që gjykatësi në funksion në atë kohë. Dhe këtu dhe një herë vëlla motra Efezianët 4, 11, në këtë rast apostull, profetë, ungjilltar, barinj mësues, pastorët, thot, masandaj që ti duhet të këshillohesh me ta që kanë ligjin e Atit Jahwe, sepse morali nuk ndryshovi nga dhjata e vjetër në terren. Mëkati është i njëjti përkufizim biblik. Para Gjonit 3:4 që është skele e ligjit. Atëherë ata do të shpallin vendimin e gjyqit dhe ti do t'i përmbahesh vendimin që ata të kanë treguar në vendin që Jahwe ka zgjedhur që ti të kujdesesh, të bësh të gjitha gjërat që kanë mësuar. Dhe si do ta bësh? Do t'i përmbahesh ligjit që ata të kanë mësuar. Shikon për ta gjykuar që duhet ligji i Atit Jahwe, sepse njëjti ligj flet për martesën në kapitullin 24 që Mesia citon për punën e divorcit apo rimartesës. Dhe nuk do t'i shmangesh ligjit që ata të kanë mësuar, që të kanë deklaruar, as majtas, as djathtas, por njeriu që nuk do të dëgjojë ligjin që për të qenë të mësuar, ai po vepron me mendje madhësi, atëre në këtë rast thot, ai person duhet të gjykohet, thot, dhe duhet ta shkulesh të keqen, thot, nga Izraeli, që kështu që populli të mësojë, kësaj për këtë që ndodh, që të ketë frikë nga Ati Jahwe dhe të mos veprojë me mendje madhësi. Vllajta thot hapura, se shumë persona që nuk afrohen ndaj urdhrimeve të ligjit, kanë krenari, nuk duan t'i përmbahen ligjit, ndërkohë Isaia 8:20 thot, përmbaju ligjit dhe dëshmisë. Dhe thot të mos andaj, nëse një person nuk të flet sipas saj fjalës, thot, atëherë është sepse nuk ka dritën e të. Përpara atij vargut 20 ishin disa gjëra që ndodhnin për konsultime të frymrave që ndodh sot në Shqipëri. Kur nuk i përmbahesh ligjit për të mësuar në rrugën tënde, i përmbahesh këshillave, manipulimeve të ligut që kanë të bëjnë me magjistarët, me mediumët, me frymrat e vdekjes, dhe ti nuk duhet të jesh pjesë e tyre, siç ndodh sot në Shqipëri. Por duhet që të këshillohesh dhe të konsultohesh me Atin Jahwe, që kështu kur ti përmbahesh ligjit dhe dëshmisë, masandaj ka dritën atë person, por në rast se një nuk të flet sipas saj fjale, çfarë ndodh? Kjo do të thotë se ai person nuk ka dritë. Prandaj nuk ka dritë sot në Shqipëri. Ka shumë deklarime buzës, por ligji është hedhur tutje, ka shekujsh. Dalim citime, masandaj, siç bente dikush në Tiranë, masandaj, dhe si thoshte, hedhim pak atë, le ta hedhim, sepse vjen koha që her pas here sensibilizojmë zemrat tona. Si tha dikush, siç dalim, masandaj, ndërkohë dim pjesën me kë është, me çfarë vllazëria janë, por këto janë gjërat fetare që bëjnë sot shumë njerëz. Ja ta hedhim atë citim, mos andaj një moment, që po të kisha mundësinë ballë për ballë, do mund të bisedoja në Bibël, në shkrimin që dhe vetë personi, mos andaj, duhet të mirte pak urtësinë e kohës për shpëtimin e tij dhe
dhe familjen e tij, sepse duke dalë nëpër televizion apo nëpër sheshe nuk përben urtësinë e kohës apo ti përmbahesh ligjit dhe dëshmisë, siç ti e shikon, përmbaju ligjit dhe dëshmisë, sepse në këtë mënyrë do kesh dritë, por në rast se një person nuk të flet sipas kësaj fjale, atëherë në atë person nuk ka dritë, dhe ja ka shumë që nuk ka dritë në Shqipëri dhe po i zmadhojnë më pak që ti shikosh për çdo mësandaj citime fetare që sot njerëzit bëjnë, ja ti shikojmë pak së bashku, që dhe ti të mirë pajisesh dhe vrapon mësandaj në krahët e Mesias Jeshuas, vrapon atje, qëndron me Mesian si ishte Miriam. Dhe thotë personi mësandaj, thotë, ju lutem lexoni me kujdes të dhita që do të merrni përgjigje për çështjet e mëdha që kanë munduar shoqërinë shqiptare. Kanë 2000 vjet, sepse është ligji i Atit është hequr. Përgjatë këtyre 32 viteve të tranzicionit në vazhdim. Po përse janë këto 32 vite të vetme, mbas që në 91, 93, mësandaj mu predikua mua lajmi mirë i pjeshëm, me pak fjalë katolik, ortodoks, protestantët. Përse janë vetëm 32 vitet e tranzicionit, por 1970 vjetë më përpara, që do thotë mbas ringjalljes së Mesias që apostulli Shaul erdhi deri në brigjet e Ilirisë? Çfarë ndodhi? Paligjshmëria. Tani, thot personi që çështja nuk qëndron tek sistemi i qeverisë. Po përse neve bashkojmë me sistemet e qeverisë dhe masandaj ti rrjezjuar deri në 3 të mëngjesit, 4 të mëngjesit për të ndjekur çështjet e qeverisë amerikane? Ndërkohë ai është masoni, ndërkohë ai masandaj siç do ta flasim, le që ka bërë deklarimet e veta, por ke atë na duhet një hark, tha në Shqipëri. Ndërkohë ajo arku ishte arku i Balit që adhuroheshe, ndoshta e hoq atë foton, por nëse do ta shikojmë në mësimin për sa i përket gënjeshtrës së vajtjes në hen apo gjëra të tilla, apo rrotullimeve të avionëve. Nëse le të shikojmë. Çështja nuk qëndron tek sistemi i qeverisë, por tek vlerat me të cilat qëndron ngritur shpirti njerëzor, morali ynë. Lavdiatit po, por a qëndron ky moral i shëndetshëm, i ligjit të përsosur moral tek shërbesa jote? Një lloj si shoqëria njerëzore, 10 urdhrimet fillojnë me Zotin, me atin Jahwe, me Zotin Jahwe. Nuk filloi shoqëria njerëzore me 10 urdhrimet. U restauruan në Eksodin 19 me duke dhënë 10 urdhrime që përbëjnë ligjin e përsosur për tu zbërthyer. Në këtë rast, çfarë do të thotë që në fillim apo deri në fund? Sepse mbas Eksodit 20 u dhan shumë gjëra që populli kishte harruar i Izraelit, që pretendohet masandaj që ungjillore duhet të jenë pjesë e të njëjtës beslidhje premtimeve romakëve 9, që u përket atyre, jo sjelljes të njeriut, por i përket premtimeve dhe beslidhjeve që Ati Jahwe, Zoti Jahwe ka bërë. Efesianët 2, romakëve 11, që ne jemi pjesë për ata që kanë ndaluar së shkeluri ligjin dhe kanë besuar tek Mesia Jeshua. Por ti ke ndaluar së shkeluri ligjin, sepse masandaj do të shikojmë Biriot, masandaj tha që mund të hamë çdo gjë, tani qenë mace, masandaj hardhuca, gjarprinj, midhje koce, derin mund t'i hamë, tha, sepse ky Krishti katolik i pastrovi në mënyrë mbi natyrale dhe ti kur e merr atë bretkosën apo atë miun që kalon apo qenin apo macen, të tëra parasitit që kanë brenda dhe deri, masandaj hyn brenda në trupin tënd, po s'ka gjë sepse masandaj ky Krishti i pastrovi të gjitha. Tha Biriot Johanan, apo jo? Le të vazhdojmë, se ka plot gjëra, deklarime fetare. Vazhdojnë me njeriu, familjen, përfundojnë me komshihun dhe bashkëkombasin. Por e praktikon ti, e zbaton, e mëson atje në ndërtesën tënde? Ligjin e përsosur të Atit? Sepse këtu në 10 urdhrimet nuk është shkruar që për punën e bestialitetit, që një burr, një grua të mos shkojë me një kafshë në marrëdhënie seksuale. Nuk është shkruar këto 10 urdhrimet. Nuk është shkruar në Dhjetën e Re.
në këtë rast siç e dimë. Atëherë do t'i bëj një njeri? Duhet të çojmë bijat tona në prostitucion që vendit të shture të shkruajtur këtu për detaje të tilla? Sepse nuk janë shkruajtur disa gjëra këtu, atëherë ne do t'i bëjmë? Një shoqëri do t'i bëjë? Po pikërisht kur merr palishmërinë në mësimet katolike ortodokse në vllazëritë e Bishës së Romës për shkak të reputacionit vetjak që është krijuar ndër vite dhe pozicionet që ju keni, që nuk duhen të shkulen nga ato karike, masandaj populli jonë ka vuajtur të paktën për këto që nga 90-ta deri në 2026 që jemi tani. Vazhdojmë. Këto janë ligjet morale universale, janë jashtë një përmbledhje e ligjit të përsosur të Atit, që ne duhet të ngulmojmë në atë ligjin e përsosur të lirisë, siç tha Jakobi, që masandaj ne mund të marrim detajet si çfarë duhet të bëjmë, veprat 15, fillimisht 4 gjërat e nevojshme duhen hequr, pastaj mësojmë urdhrimet e atij ligji, sepse Moshe është akoma duke predikuar çdo sabat në sinagogë, tha vet Jakobi, së bashku me Pjetrin, me apostullin Shaul që ishte bindur ndaj ligjit dhe kishte ai një gëzim të madh në ligjin e Zotit sipas njeriu të brendshëm, Romakëve 7:22, ndoshta mund të ta shikosh identitetin e apostujve, jo identitetin katolik ortodoks të Shqipërisë. Dhe në këtë mënyrë na është dhënë që ne të ndërtojmë një narrativë të re për jetën, për të na ruajtur dhe begatuar ne dhe pasardhjen tonë. Po, deklarimet që masandaj kur shkojmë për të zbatuar atë ligjin, dhe kur shkojmë këtu në ligji 4 këtuja, masandaj çfarë është dita që ju veçonin atë asamblen tuaj? Është dita e Balit, dita e diellit, dita e Konstantinit, që ndryshovi që nga sabatin e çovi të dielën, ndryshovi masandaj Pashkën në ditën që ishte në ditën e 14 të muajit të parë biblik që Mesia praktikovi në Eksodi 12 që shpreh detajet në masandaj të praktikës së tij në Luka 22, dhe ajo Pashkë masandaj u transformua në komunione katolike në ditën e diellit. Do të jetë gjithmonë e diellë. Përse ky dielli ka që i adhuruar në Shqipëri, së bashku me emrat masandaj që mund të shikojmë, që ja ku ke një emër pagan të diellit, Peren do thot goditje, Di do thot hyni, Dio në këtë rast Zoti që godet. Ky Zoti që godet ishte Bali me atë rufenë që i lirët e lashtë masandaj dhe të morën priftërinjtë që përkthyen Biblën dhe futën emra pagan, duke hequr titullin e Atit, futur emra pagane, duke masandaj hequr emrin e Jahve, Jodhevave, masandaj futur tituj. Por po futet titull dhe pagane ke njollosur emrin e Atit Jahve. Por Romakëve 2:23-24, çfarë thotë? Si blasfemohet emri në këtë rast i, ja ta shikojmë së bashku, si blasfemohet emri i tij dhe si është blasfemuar në Shqipëri ndër këto vite, në këto gjenerata, masandaj që pretendohet që duhet të jenë begati, por çfarë kanë qenë mësimet në mbas ikjeve të apostujve në kombin tonë specifikisht? Çfarë ka ndodhur? Duke shkelur ligjin, të nuk e tha duke shkelur 10 urdhërimet. E tha këtu gjë apostulli? Dëgjon ndonjë në dhjatën e re që mos shkelni 10 urdhërimet dhe gjithmonë është përmendur 10 urdhërimet apo zbatoni 10 urdhërimet apo lutu të zbatosh 10 urdhërimet. Janë cituar këto gjëra, por gjithmonë është cituar ligji. Sepse për shkakun e disa ndër gjenerata është blasfemuar emri i Zotit Jahve. Ndër kombet, në kombin tonë e përtej çfarë? Duke shkelur ligjin, duke shkelur sabatin, duke shkelur ngrënien pastër, duke shkelur masandaj urdhërimet e atij ligji të plota, dhe kur i shkel çnderohet emri i tij. Tani më lejo të eth një
prapë një varg që më erdhi në zemër, por le ta shikojmë së bashku. Okej. Ja ta shikojmë edhe një varg tjetër që na ndihmon. Jemi prapë në urtësia që Ati na jep që neve të veçohemi, ne të veçohemi. Kështu, mësandaj, neve nderojmë, dhe jo për ta çneruar, po nderojmë dhe lartësojmë emrin e Zotit Jahve, për të dhënë identitetin të kombit tonë. Megjithse Romakëve 2:23-24 flet gjërësisht dhe volum. Dhe Ati thotë në ligjin e tij që neve nuk duhet ta shkelim, thotë që populli që beri beslidhjen që ne u bashkuam me ta në premtimet në beslidhje që kishte dhënë Abrahamit, dhe jo në dispensimin që mësandaj sot bëjmë citime që nuk janë biblike, mësandaj dhe vazhdojmë të manipulojmë kombin ton, shtrembrojmë ligjin e Atit për humbjen e dikujt. Prandaj thot në Mateu që në mos i ndiqni, thot, sepse i verbri ndiqet nga të verbrit e tjerë dhe bie në gropë mësandaj, por ruju, thot Ati, të mos biesh në kurthin e ngrikur duke ndjekur shembullin e kombeve, pas janë shkatruar përpara teje dhe ti të informohesh mbi hyjnitë e tyre, mbi zotrat e tyre, mbi praktikat, festat e tyre, dhe ti duke thënë, mësandaj, si u shërbenin këto kombe hyjnive të tyre, cili ishin datat e caktuara. Okej, Janusini, mësandaj, gëzuar 1 janari vitin e ri, Janusi, demoni me 2 koka që ardhuroshin në Romë. Ja ku janë disa praktike të hyjnive të këtyre kombeve. Valentini, mësandaj, shturja imorale e kamzhikëve të ngjyrë me gjak, me mësandaj persona të gjysmë të zhveshur për bërë fertilitetin e tyre, komunionet e frymrave të vdekjes, mësandaj, dhe pemët pagane, që këto kombe kanë praktikuar për shekujsh, dhe përse kombi tonë ka vepruar në këtë mënyrë, duke parë këto kombe përreth që kanë dhënë katolik ortodoksë, që kanë disa praktika që shërbehen, dhe disa festa pagane, djallëzore, që këto kombe kanë praktikuar për vite me radhë, dhe kombi tonë ka vepruar kështu. E thot ligji. Më fal, por kjo ishte në 10 urdhërimet? Ligji për 12 për çështjen e festave të Atit. Apo Levitiku, është Levitiku 23 këtu brenda në 10 urdhërimet? Festat e Atit Jahve janë këtu në 10 urdhërimet? Ngrënia pastër në këto 10 urdhërimet janë atje? Morali i Levitiku 11, ligji për të rirë 22, Levitiku 18, morali për të ditur shturjen imorale apo jo, janë shkruar këtu në 10 urdhërimet? Jo. Shiko sa ngushtë bien përpara Atit. Sa larg jemi, se akoma duhet të rilindesh, të ndalosësh shkelur ligjin e Atit, dhe të besosh tek Mesia Jashua, jo ai dispensimit i ndarjeve teologjike, mësandaj, që na qenë ka një shoqëri, vllazëri të Romës, së bisës së Romës, por është integriteti morali i Mesias Jashuas që nuk anullovi ligjin. Dhe na tha për ta praktikuar në Luka 8:21, Mateu 4:4, Gjoni 15, Zbulesa 22:14, la nëpërmjet apostujve sapo pamë që do të kemi atë integritetin. Dhe mos e shkelim ligjin e Atit Jahve, që po i thoshte kishës në Romë, që ishin në beslidhje me Mesian Jashuan. Po, veprat 21, me mira judejnë që kishin besuar dhe ishin me zell ndaj ligjit. Por ku është zelli juaj? Si do dish, mësandaj, 10 urdhërimet nuk do të kesh, nuk fillon 10 urdhërimet me nuk do të kesh. Ja të shikojmë 10 urdhërimet e vërteta. Këto 10 urdhërime fillon ka nuk do të kesh. Okej, hajde të shikojmë. Shikon përse hiqet ajo e para, që në urdhërimi i parë u hoq tutje.
Përse? Përse u hoq tutje? Ndërkohë që në numri 1 që ke vënë është vllazëria imorale, e shturjes imorale të idhujve me gjitha fejtë që janë mbledhur, që pasandaj ulemi me ta, ulemi dhe pasandaj adhurojmë në përfaqet dhe lartësojmë dhe urdhërimi i parë, unë jam Jahve Zoti yt. Tregon më njëherë kush është autoriteti thot në jetën tënde. Kush do të jetë? Kush duhet të jetë? Unë jam, thot, dhe nuk ka tjetër. Ti do të dëgjosh vetëm meje, thot Ati Jahve, që ai ka folur në ligjin e tij që në fillim deri në fund për moralin e një integritetit, një shoqërie, individi, një familje që përben ecje në ligjin e tij, besimin tek Jashua Mesia, dhe këto dy komponente nuk ndahen kurrë. Sepse tho, unë të nxorra nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia e sllavërisë. Përse nuk citohet ky vargu i parë? Që është urdhrimi i parë, por kaloj më njëherë në ajo pjesa e dytë. Sepse po të rikthehet një person për të ditur që Ati Jahve nxorri popullin e tij nga Egjipti dhe dha ligjin, megjithëse ishte më përpara, por restauroi marrëdhënien me anë të ligjit të tij në Eksodin 19 në malin Sinai, mbasi e nxorri nga shtëpia e sllavërisë e Egjiptit, po të citojmë, po të rikujtohet, po të thuhet në këtë rast një besimtar që me të vërtetë do të shpëtohet, atëherë ai do kuptojë që dispensimi, ndarja demonike bie poshtë. Kupton që janë disa premtime, është një pemë që neve jemi shartuar dhe nuk fillovi pema me kombet, po pema fillovi me atin Jahve dhe masandaj nxori disa degë që ishte populli i tij. Pastaj ato degë merret Ati nëse janë bindur ndaj ligjit dhe birit të tij apo jo, e vendos Ati, se shumë nuk ju binden birit të tij, po nuk i bindesh birit të tij Jashua Mesias, nuk je bindur ligjit, sepse ai biri erdhi të predikonte ligjin, siç ju keni vazhduar për shekuj. Dhe shikojnë kombet që duhet i bindën atij birit të Jashua Mesias, sepse ai erdhi për të predikuar ligjin, që kishte zyrën e tij në Hebrejtë 5 apo Hebrejtë 7, 4, si kryepristi i përsosur, i përjetshëm. Pastaj nuk duhet të kesh zotë të tjerë, tha Ati Jahve, përveç se meje, praktika pagane, sapo i prekëm pak më përpara, praktikat e kombeve, që një person jo të veprojë siç bëjnë në kombet, siç praktikon kalendari Papa Gregorit, që në Shqipëri masandaj është brenda atyre që citojnë emrin e Krishtit, është Krishti katolik, prandaj i kemi adresuar për këto të paktën 4-5 vjetët e fundit. Dhe në fillim u bërë edhe ti tak me shumë të tjere. Dhe jam afruar masandaj për të biseduar apo dhe duke bërë kërkesë miqësie në Facebook, por refuzohen. Përse? Por kush është shpëtimtari tënd? Është ai Amerikës? Që është, masandaj të shikojmë se ka shumë premisa për të qenë njeriu i palishmërisë, masandaj. Ku është Mesia Jashua? Përse vazhdoni të puthni skulpturat dhe i queni vëllezër masandaj dhe motra, ata të Laçit apo në Fier apo i keni për Euronews që kanë ngritur skulpturat, biri njeriu të tha Ezekieli 14:3, ka ngritur idhuj në zemrat e tyre. Ndërkohë jeni vazhduar të përkuleni atyre festave pagane dhe i futni masandaj atë veni qershin përsipra tortës tuaj që jepni mbretëreshës së qiellit. Dhe thon Krishti, mbretëresha e qiellit që ishte Semiramis, Lilith, Ishtar, Ishtar në Romë. Ndërkohë emri i Atit Jahve është të përdosur në Shqipëri, është të marrë kot. E di si? Duke shkelur ligjin e tij sabatin, festat biblike, te Levitiku 23, është vazhduar të blasfemohet dhe Ati gjende në mëshirën e tij. Shikon sa durim të madh ka në popullin tonë.
Shiko sa durim të madh ka Ati, që një shpirt të mos gjykohet në liçen e zjarrit. Gjende aq më tepër që Mesia po thërrejt, po buçet përpara Atit Jahve. Të lutem, mos i shkatëro. Të lutem, mos i godit akoma. Të lutem, ndoshta do pendohen. Çfarë tha Luka? Luka 13 mos ka mboj? Për shkak të Mesias Jeshuas që po thërrejt përpara Atit. Akoma populli tonë ka mëshirat, hirin e tia, ka mëshirat e reja çdo mëngjes për të kthyer në ligjin e Atit në birit tia. Sepse po pate një Krisht të rremë që ka hequr ligjin, nuk ka asnjërin prej tyre, as Atin as birin e tia. Po pate Mesian Jeshuan që nuk hoqi ligjin, sepse ai ku nuk e ka hequr ka me vete, që do ta mësonte popullit Izraelit dhe neve nëpërmjet apostujve që ne kështu nuk mëkatojmë. Por personi që sapo prekën pak më përpara, di të parë gjoni 3-4 që mëkati është shkelja e ligjit, që citovi Levitikun 4:2, numrat 15, 30-31, Hebrejnë 10-26-31. La të edhim pak Lukën 13, se është një varg shumë i fuqishëm. Dhe Jashua tha, Luka 13:2, sepse u goditën disa njerëz nga perandori romak në atë kohë dhe perandori romak. Tash perandori romak janë shokë në Romë, janë shokë në Tiranë, mos andaj bëhemi pjesë. Janë vajosur për të qenë pjesë me Berishën, me të blutë. Normale, kuqja dhe blu kanë qenë gjithmonë dy principata demonike që kanë mbajtur peng kombet me radhë dhe populli tonë nuk është jashtë asaj strukture. Si janë mbretër dhe qevetarë të palishëm. Dhe Jashua duke përgjigju tha, mendoni se Galileas ishin më shumë mëkatarë dhe këtu me njerë marrim për neve shkeljes të ligjit. Dhe ti merr kuptueshmëri nga fjalët, japim kuptueshmëri të gjërave që themi, ose çfarë do thotë mëkatar, do thotë shkeljes të ligjit, të palishëm me pak fjalë, të paudhë. Nga të mendoni sepse Galileasit ishin më shumë shkeljes të ligjit nga të gjithë Galileas e tjerë, thot, sepse vuajtën gjëra të tilla? Unë po ju them jo, thot, sepse të gjithë e kemi shkelur ligjin. Por mos vazhdojmë ta shkelim mbasi dekretuam asandaj atë hyrjen e perceptuar, asandaj imagjinuar që pranojnë në zemër dhe kaq. Po pendimi jo, po e marku 1:15 jo. Lerat pendimin tani pranojnë në zemër, më dëgjo mua, hajtë lajmi këtuja dhe hajde bashko këtu në byrën e diellit dhe do të mësojmë ne disa masandaj struktura që ti për të ndjekur kështu, si u shërbenin kombet të hynive të tyre, do të tregojmë neve. Ja ku është pema, ja ku janë masandaj Valentini, ja ku kemi darkën masandaj në një Janusin, një janar që merr emri tia, demoni me dy koka, do të mësojmë neve si ti të veprosh, si që shërbenin kombeve. Dhe do të japim neve, ky është kalendari, më ndi që po do vinë persona dhe nga fete tjera. Mos u shqetëso kur ata të bashkohen me neve, por ati na ka zgjedhur neve dhe ne jemi autoriteti tani, ti mos u shqetëso, po të shikosh bektashianët, masandaj muslimanët apo katolik ortodoks kanë zotrat e tyre, mos dashuria, ti e di dashuria, ne do ta duam të afërmi si vetja jonë dhe hajti futim të bashkohemi dashuria dhe hiri demonik, masandaj dashuria demonike për të dashur vllazëritë dhe demonet e tjerë, hynit e tjera. Po dashuria që Ati thotë është veçimi dashuria Atit Jahve. Se kur zbaton urdhërimet e atij ligjit, masandaj tregon dashurinë e vërtetë, para Gjonit 5:3 apo
ligji për të 6, 7 dhe masandaj 10, dashuria me gjithë zemër, me gjithë shpirt, kur ecim gjitha urdhërimet e Atit, dhe Ati nuk ka thënë që ne duhet të bashkohemi me hyjnitë apo me fetë e tjera dhe të marrim pozicionet ato drekat e darka, të lutjet masandaj në Pogradec apo në Tiranë apo në për hotel apo gjëra të tilla. Nuk shikon apostujt që ishin të bashkuar me hyjnitë e tjera, nuk e shikon Mesian të ulet me muslimanët në shekullin e parë, apo të ulet me katolik ortodoksë, që nuk kishin lindur akoma, megjithëse po fluskonin atë mënyrë, por nuk i shikon me kombet e tjera që Mesia ulet në për tryezë. Ai nuk ul me farisejtë në atë parë. Unë po i them jo, thotë Mesia Jeshua, që ata ishin shkelës të ligjit, por dhe juve thotë jeni, sepse duhet që dhe ju të pendoheni, sepse nëse ju nuk pendoheni, do të vdisni në të gjithë në të njëjtën mënyrë. Pendimi kemi thënë ndalim nga shkelit e ligjit, sepse fjala për të qenë mëkatar këtu ti kupton të parë në Gjonin 3:4, Levitikun 4:2, që ka të bëjë me shkeljen e ligjit. Por më thuaj, kush ka qëndruar deri tani për këtë mësim? Flas për ju që po më ndiqni online, ndoshta është dikush. Sepse me të folur vllai për mëkatar, për shkelje ligji, për pendime, për vdekje, masandaj, çan këto gjëra, ne duam dashurinë, duam hirin. Ndërkohë hiri, dashuria na zhdhen që ne të mos shkelim ligjin e Tij, të mos mëkatojmë, që ne të pendohemi çdo ditë, kështu nuk do të vdesim në të njëjtën mënyrë në liçen e zjarrit, siç u ka ndodhur disave që janë për shembullin tonë, thot apostulli, atje në shkretë të tjerë kur ata shkelen ligjin e Atit Jahve. Mbaje mend ditën e sabatit për ta veçuar. Okej, mbaje mend ditën e sabatit për ta veçuar. E veçoni juve, siç thash pak më përpara? Sepse unë do them disa gjëra tani dhe normal që përcaktojnë në disa aspekte që i kemi patur si evidencë. Por unë vajtoj kur shikoj që dikush që duhet të ketë një fustan pak më të gjatë, kur ulet atje në karike, duke rënë pianos, për të bërë këndimin e saj, ai fustani nuk do të jetë përsipra gjurit. Dhe një lëvizje masandaj që nuk kontrollohet, masandaj ndodh për atë vajzë dhe ajo vajza masandaj shikohet nga audienca që është ulur masandaj dhe ka shumë të dobët, por ka shumë që masandaj do vinë për motive të tjera, ndërkohë që integriteti dhe veshja e veçuar e moralit të shëndoshë, të ligjit të përsosur të Atit, kërkon një veshje që nuk përcakton pantallona të ngushta, masandaj për të dalë, nuk përcakton fustane të ngushtë në atë mënyrë, për të treguar masandaj format e trupit, aq më tepër për të ulur në atë mënyrë në karike. Sa gjëra janë në palishmërinë që ti duhet të kishe mësuar në familjen tënde, por duhet të rilindesh një personalisht. Duhet ndalosh të shkelur ligjin, të besosh tek Mesia Jeshua i Izraelit që nuk anullovi ligjin dhe kështu pagëzohesh në ujë që je akoma për të pagëzuar si ti dhe në shoqëritë apo çfarë ndodh në katolicizmin në Shqipëri.